Administrata doganore ka mbyllur muajin tetor të vitit 2025 me performancë financiare pozitive, duke realizuar 21 miliard lekë të ardhura apo rreth 210 milion euro. Rritja në raport me tetor 2024 regjistrohet në afro 18 milion euro më shumë. E përkthyer në përqindje, rritja rezulton të jetë në rreth 9.3%, çka e vendos institucionin në linjë me objektivat e programit të vitit. Kapërcimi i ndjeshëm është regjistruar në zhdoganimin e mallrave të akcizës. Volumi i karburanteve të importuara u rrit me 12.000 ton krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë, duke kapërcyer edhe nivelin e shtatorit 2025. Edhe konsumi i cigareve tregoi rritje me rreth 30 ton më shumë. Në totalin e periudhës janar-tetor 2025 të ardhurat doganore arritën në 199.7 miliard lekë, duke qenë 9.2 miliard lekë më shumë se një vit më parë, që përfaqëson një ritëm rritjeje prej 5%. Performanca rezulton gjithashtu plotësisht në përputhje me planin mujor të vendosur. Mallrat e akcizës kanë shënuar sasi rekord gjatë 10 mujorit, me rritje të qëndrueshme në të gjitha kategoritë kryesore. Konkretisht, importi i karburanteve u rrit me 71.200 ton në 10 mujorin e këtij viti krahasuar me një vit më parë. Importi i cigareve u rrit me 235 ton, importi i kafes me 203 ton dhe importi i birrës me 1.600 ton. Këto tregues pasqyrojnë aktivitet më të lartë ekonomik dhe konsum më të gjerë në treg, ndikuar ndjeshëm nga ecuria pozitive e sektorit të turizmit, duke mbështetur trendin pozitiv të mbledhjes së të ardhurave dhe besimin në vimësinë e rritjes gjatë muajve të ardhshëm.